Ne o bëkoj që s'flasim për shoqëritë, keni vënë re? S'flasim për shumë gjëra në fakt, po dhe shoqëri. Pasfar. U bëkoj që s'kemi folur për shoqëritë, keni vënë re? Apo ndoshta i konsumum të gjitha. Ka ardhur një moment që kemi konsumuar. Jo të gjitha, se dish po mendonim, dish po mendonim çfarë do flasim, thash. Kemi folur asnjëherë për ato 3 shoqet që janë gjithmonë bashkë dhe ndoshta ndonjëherë njëra ndihet pak më vetë. Left out. Unë kam thënë gjithmonë që është gjithmonë një e tretë, rrota e tretë. Po, Rrota e tretë është në çift, rrota e tretë është vetëm në shoqëri? Po unë mendoj që është, ku diun, unë për shembull nuk është rasti im, se unë me gocat jemi të treja njësoj. Është damper dhe dampes. Po mira, nuk mendon ti që ka për shembull një bisedë që ti e ke më mirë ta bësh me njërin dhe njëra të kupton më shumë se sa tjetra dhe një bisedë tjetër ta kupton më shumë tjetra se sa. Nuk e mendoj, domethënë ne u futëm direkt në grup e marrim vesh të treja. Nëse je pjesë në një shoqëri treshe, çdo gjë duhet të jetë e barabartë dhe çdo gjë duhet të jetë fair për secilën. Po ka dhe momente që njëra është më distancuar. Po ka, ose kur dy e din për planet ose për gjë dhe ajo tjetra nuk e di, po nuk mendoj që është e drejtë. Nuk është, por unë për shembull, nga eksperjenca ime kam pasur, domethënë, shoqëri me 2 goca të tjera, kemi qenë 3 shoqe dhe kishte shumë biseda që i bëja me njërin dhe mi kuptonte më shumë për shembull biseda familjare, njëra mi kuptonte më shumë se tjetra, për shembull kurse bisedat me çunat mi kuptonte kjo tjetra më shumë se dhe nuk është se tjetra nuk i dinte, domethënë nuk është se nuk e dinin për njëra tjetrën, po thjesht më dukesh se ti më safe të shpresha me njërin se sa me tjetrën. Po varet nga marrëdhënia që krijon pastaj. Edhe ne kemi qenë 3 goca shoqe, domethënë dhe gjithmonë ndodhi që në një periudhë të caktuar unë isha më shumë e afruar me njërin se sa me tjetrën, sepse më lidhin më shumë situata me atë. Në një periudhë tjetër ishin ato të dyja më të afruara me njëra tjetrën, po në ciklet të ndryshme të jetës ndodh që gjithmonë shoqëria me 3 goca, domethënë që jeni 3 goca, nuk është se gjithmonë do jeni gjithmonë të treja së bashku, domethënë do shkoni në një linjë. Njëra do ketë secila planet e veta, ose nëse zgjedh njëra me njërin, ti gjithmonë do jesh ajo ura që ndihmon njërin dhe tjetrën. E ke kaluar ti këtë? Po e kam kaluar shumë. Mbi këto supe. Edhe gjithmonë un kam qenë ura që lidhja kur ziheshin, pastaj kur zihesha unë, ato bëni planet e vet. Ti jepni të drejtë temës, se po mos japësh të drejtë. Se më duket sikur po të ishte ti dhe third wheel do e përjetoje. Fal. Ska gjë se këto bollet e hopës janë shumë të mira. Të hodha milin këto. Ska gjë shpyt, po. Mua më duket sikur ti do ta përjetoje nëse do ndihesh left out në një grup shoqëror me 3 goca. Po shumë, sepse nëse unë t'jap respekt. Respekt, e ka thënë respekt. E tha dhe episodin e kaluar. Respekt. Ha e shishe bapin. Me Terezi, take your time. Nëse unë ju jap respekt për shembull në një shoqëri ku jemi 3 goca dhe ti më bën mua, domethënë left out, domethënë më pozicionon, nuk më thua plane gjëra. Atëherë të bie Ema në kokë. Në kokë, po jo Ema shumë e mirë në shoqëri. Ne në fakt nuk është se kemi përjetuar në një shoqëri, kemi qenë ne dyja, po me të tjerë për shembull që kanë parë shumë e mirë, do të thonë ti ndaj gjëra. Për shembull, diskutojmë një gjë që jemi 3 goca? Po. E mbaj sekondë dhe kur jemi vetëm me kësaj them. E diskutojmë edhe një herë që ta bëjmë edhe një herë një analizë të gjës e pastaj themi, "Ok, ka të drejtë." Ose s'ka të drejtë, po zakonisht bim dakord. Unë kam qenë në fakultet, shoqëri me 3 goca. Dhe nuk kam qenë unë ajo që ndihesha left out, por ishte një nga 2 gocat e tjera. Dhe por në mënyrë është kjo që the ti që në mënyrë instinktive, pa e dashur, instinktive, pa e dashur ndodh që domethënë një gjë ti mund t'ia thuash njërës, harron t'ia thuash tjetrës, ose një gjë të vjen më natyrshëm t'ia thuash njërës pa e konsumuar me tjetrën. Por siç thash dhe në fillim, ndodhte që ajo shumë herë mërzitej për këtë gjë, na e vinte në duke dhe unë ndihesha shumë keq. Dhe thoya nëse unë do isha në vendin e saj, do përjetoja njësoj si ose ndoshta më keq. Prandaj e thash pak më parë që nuk mendoj që është fair. Që në një shoqëri treshe të ketë gjëra që mos të thuhen. Ose qëndroj besnik atë shoqërisë tënde me 2 goca, ose në momentin që je pjesë një shoqërie me 3 goca, mendoj se secila duhet të ketë. Unë mendoj që ka një ndikim tjetër për shembull, nëse ti me njërin nga këto gocat e njohur më para, keni kaluar më shumë gjëra bashkë, keni qenë pak më të afërta dhe futet një tretë në mes që ju xha e konsideroni dhe bëni të njëjtat biseda,
Prap, kjo që futet në mes është pak më e tërhequr mendoj, se ju keni pasur ato situatat tuaja. Po nëse Si në njiheni, çift, si në çift. po nëse njiheni të treja në të njëjtën Unë njifja periudhë kohe. unë njifja një gocë, edhe kisha shumë vite që e njifja. Dhe kjo ishte shoqe me dy goca tjera. Po, më përpara kur njëra nga këto gocat ishte e lidhur, që u lidh për seriozisht, rinin të shumë të treja bashk. Kurse kur u nda, filloi të dilte më shumë me këtë gocën tjetër, dhe këtë gocën tjetër e lanë shumë brapa. Po nga që kuptohet pse. E lidhja. Dashuria. Se ka edhe nga ato goca për shkakun që janë unë, për zotin. Jo, për zotin. Dashuria, kjo fjalë, kjo ndjenjë. Ka edhe goca për shkakun janë shoqëri domethënë të treja shoqë dhe ndodh që njëra lidhet, dy do rrihen më të afruar, se tash Ajo që lidhet ka hallet tiramisu me pastaj. Edhe i mbandi formuara te grup chati goca. Më bëri këtë, i thash atë. Për mua ishte shumë e çuditshme, se unë këto gocat i kam pasur shoqe të treja. Edhe Do të thosh që ishte katërta. Nuk ishte akoma. Jo, po unë dilja, po nuk është se dilja për ditë me ato. Do të thonë që leftar, të paske qenë. Dilja një herë në hy, nuk është se për shembull si me Kristin dhe me Meglin që i kam për ditë, dilja një herë në hy. Dhe vinte dhe më thoshte që këto tani kanë filluar dalin bashk. I bën gjitha gjërat bashk, kishin hikja shtetit pak të out of nowhere. Edhe një moment që bashkohen fuqi. Ku ti unë ishte shumë e çuditshme, se ato rrinë ndërkohë. Mua më duket nice shoqëritë me tre goca. Biles mendoj që janë më nice se sa dy. Po. Se besoj, se njëra për shumë mund zjetë me tjetrën, i fut spica kësaj që është në mes, për ta jo, se po afruar t'jen vetë. Shoqëritë ngushta, po flas shoqëritë Po ana. ti shoqëritë ngushta do zihesh, do kesh mos marrëveshje. Mirë, Si ma mirë. tha mua, jo, si ma bëri mua, jo, do mundohesh të fusësh tjetrën që ta afrosh. Pastaj të ndanë edhe jeta në drejtime të ndryshme. Fillon njëra Kema është pak më filozofike. Po, e jam i çik më kështu. Pashë është të ndanë jeta edhe të bashkon. Po pikërisht, mali me malin nuk bashkon. Bashkohen me Klea. Tash Greta, ç'doli. Greta shoqja e Evës, Në njëra të tjetrën. katërta. Në një jetë paralele jashtë vile. Po. Kur? Shoqe të ngushta. E marrin për të mirë qenë. Më fal, është okay, kaos, shiko. por Do prisje klientët të zgjohen nga gjumi po, për të bërë çdo aktivitet të mund. Sa më Klienti flasësh- ishte vonë, gjithmonë. prandaj që në muajt e parë do kemi një shkëputje të Po, kletë, po. do ngelim 3. Unë Kristall do ishim shumë në mëngjes bashk, deri nga Po. ora 1 drekës, sa të zgjohesh. Pastaj unë diem left out Po. se hyn Kejsiana dhe me Emën. Po. Diem jashtë loje fare. Pastaj kemi kush do shkojë për Në jetë dark, natë? bashkohet në dark. Për jetë natë unë prandaj kam qenë shoqja e Ah, për jetë natë ikën fare kjo pastaj. Pastaj ngelim ne nga treja, territori kuq. kjo ja fuq Vila e ujkut. Nga goja ujkut. Unë që në orën 11 në gjumë, Shiko, ne ngelim për prap të dyja. Ne jo shikon na bashkon darka se ham një dark bashk, pas 11-s, pastaj Pas 11 si këtë pa deri manuali. 11 me shtëpis, pas 11-s te manuali ka. Brejon kjo në për studio të tjera. Po kush do ishte probabiliteti që të kishte më shumë, të ishte third wheel? Third wheel, fourth wheel se. Third wheel mendoj se Klea do ishte pak. Klea se më- është shumë nonchalante, nuk intereson. Nuk i intereson fare Klea. po jo, Jo, do po ishim ti çik më grifsha kështu për muhabete për gjëra, kurse Klea do ishte Po third wheel është kur ti je easygoing. ngjitës. Jo, Edhe ti je moj. Ti je aty. Jo, se shiko, third wheel dhe që je pak jashtë gjërave, kupton? kupton? Je pak si e jashtme, nuk jashtë në brendin. Nuk i përjeton gjëra. do ikë pa manuali. Ka shpejtë. Po jo për Klea gjë. dhe po ju gocët për them. pa manuale. Kaq po ju them. Jo për gjë, thjesht Klea është shumë easygoing, nuk i intereson, domethënë. Më thot Është po. Është këto zdalje. Mbaroj se ta ndërprej. Në të darkës zgjohem, këto në të flen. Ishte mirë. Ishte mirë të pasyra aty te banjo, po vyeshëm i them se çfarë po janë kosha i gjë, më thot mua. O varja, vetëm, ja, dhe vazhdon të lynte bukur. E ma ndërkohë të rata avanin Po, kohë. po dëgjonte, po varja, merr jetën chill. Zemra një jetë ke. Zemra një jetë ke. Edhe ma bëu kështu. Njerë jeton robi. Një jetë ke. Njerë. Isha në festival, djetë u knaqja, realisht. Po Klea, po nuk lodhesh ndonjëherë? Dita që unë do lodhem, do jetë Është dita që do që- më fusin 2 metra në ndhe. Okej. Wow. Shiko, unë mendoj që Unë e ka Klea- til song. O zemër, një jetë ke zemër. unë mendoj që You gotta live it to your fullest. Po. mendoj që Klea do na bënte shumë mirë, se do na nxjerrte nga comfort zone. Po, e mendoj. Po do të kishte shumë forcë, se kupton shumë durim që ta bëje si gjë, po mendoj që do ta Se bëje. do të thënë ti e kështu, ti thua do vish, po serde të le. Nuk është se insiston. Kjo duhet të ishte kështu që Ne duhet for the duhet që plot. me të Si e thoti duhet Se po duhet vaj na duhet for the losësh plot. Po. You have to do it for the Dhe plot. na vish na marr shumë nga flok na kapësh. Po, kur dal me për shembull dhe bëjmë një gjë jashtë normale që do të thotë trim deri në orën 1 jashtë.
Themi, si thot Klea, let's do it for the plot. Edhe thjesht rrim deri në orën 1 të natës. Po, unë kujtoj fjalën tënde dhe them, Kisiana më motivon më shumë, rrim. Side questing. Duhet më Dhe bëj side unë quest. them, okay, po rrim. Do it for the plot. Që ajo e dal ma se më shërbeu për ndaj gjë, thjesht ja fuz gjumë. Enjoy your 20s, Ema, ka vden Seder. Po, e Ua, vërtet. si gjyshe jemi bërë. Jemi bër pak gjë. Po ju mos u bëni si ne. Dini Nëse. goca, Mos u dini bëni shioni si këto. rinin. Bëni si Mos themi u ne, jo bëni si si bëjmë këto. ne. Ne kemi Klea. kemi halle tjera se puna, gjëra, xhirimi, ne kemi jemi tip justifikime, po. Ne tip vipash. jemi të ngarkuara, Karriera shumë hajde gëzuar i. Hajde gëzuar. Bravo për ne në një univers tjetër. Gëzuar për third wheel dhe fourth wheel. Hajde edhe për first wheel. Nejse, sa të ndaloj Ema së qeshur, shifeni ju çka kemi bërë ne edhe këtë javë, si çdo javë tjetër që s'ndaloj me aventura të çmendura.